e njoh fëmin tim, e di që mu nuk më ranë. Dhe po thou që ka me të mytë në qoftë se ti e pi dohanin, ka me të mytë në qoftë se ti pi drogat edhe alkoolin. Duke ndërlidh me anë që tha zoti Marevci, pse është tendenca me u gënjy një prind dhe pse është e nevojshme ose e arsyetueshme për një prindër që çfarë do t'i thotë fëmia e njoh fëmin tim, e di që mu nuk më ranë. Pse krijohet kjo hallkë dhe kjo rrugë që pastaj shpije me një qërsokak që nuk e den realisht se si e ke nisme dhe ke përfundu aty? Po është shumë normale që të rritë me gënjy. Po thamë normale për shkak se edhe prind nuk do të me ditë. Tash që ato që për thot edhe shkelzeni që shtëpia është veni ku ti modelon sjellje. Edhe në qoftë se në shtëpinë tonë nuk kanë qenë të gatshëm me të mirë kuptu dhe me të kuptu, sidomos me kuptu atë anën tonë emocionale që ti po zhvillohesh, me ndëgju zonën tanë, me ndëgju ato që ka ti kime thonë dhe si i ri. Normal ti kime dalë dhe kime kërku një model tjetër të mrapsht. Mi po në realitet të këshpijat na kanë mësu që dukurit negative a negative dhe ti nuk guxon me u afro. Tash sa është i gatshëm një djalë i ri ose një vajzë e re me tregu te prindi vet se ajo është bë pjesë e një grupi të caktuar edhe nuk po mundet me dalë prej atij grupi, sepse sjelljet, gjanat të këqija që janë jashta normave sociale që konsiderohen normale. Kështu që në qoftë se fëmia yt paraprakisht ti fëmijës tanë nuk i ke jap hapësirë të lirë që ai mu shpreh lirshëm me ty, që ai me koni gatshëm i nda gjanat edhe personale me ty, edhe ndjenjat e tina, atë normal që ai fëmia, kur të kanë dëgju ty që ti po flet keq për dohanin, dhe po thou që ka me të mytë në qoftë se ti e pi dohanin, ka me të mytë në qoftë se ti pi drogat edhe alkoolin, sa ka me kona i gatshëm me tregu kur ai bëhet pjesë e tyne. Tash, kur ti del prej shtëpisë dhe del në sokak që shpo e përmend shkelzeni, ti normal që ki mu bë pjesë një dukurie negative. Sepse normal, bota jashtë shtëpisë shpesh është e pasigurt edhe ato që ka e ofron, ti mundesh me mendu që ajo është një pjesë e rëndësishme se thjesht don me e provu ç'është që ajo jetë. Dhe kur ti e provon, sa i gatshëm tash më u kthy. Që prindët do të me punu në qatë mënyrë me fëmijët e vet, çfarë do gabimi që bajnë fëmijët, ata do të me pas derën e hapën të prindrit. Mi po e keqja më e madhe është se kur një fëmijë prindrit e zbulojnë që ai ka përdor këtë rast drogën, automatikisht e stigmatizojnë, e bullizojnë, fillojnë me dhunë, e bllokojnë me shtëpisë, dhe nuk janë gatshëm me ndëgju çka e ka shty deri te përdorimi i drogës. Tash po flasim përdorimi i drogës, nuk po thojmë abuzimi me drogat, sepse kjo dallon me përdor drogën edhe dallon kur ti abuzon me drogat. Kështu që kjo mos gatishmëria jote si prind, që me ndëgju ndjenjat e tina dhe çka ka ndodhur me fëmin tan, atëherë kjo e ban që ai me u largu prej shtëpia dhe me shku prap, me gjetë mbështetje ku ma herët ai ka gjetë mbështetjen e tina dhe në këtë rast ty si prind nuk po të pëlqen që ai po gjon mbështetje tek njerëzit, tek dilerat e drogës, tek shokët e drogës,